Me rregullat e fesë tonë është haram me shajt gruan, Allah na rujt, kërkoj ndjes me ju. Është ndaluar me i ran fytyr gruas. Është ndaluar, është haram me i ran fytyr gruas. Është lehtë me i hyp mbi qafë e me tregu forcën përballë një femrës dhe një gruas. Zullumi është shumë i rëndë te Allahu dhul Xhelal. Pranoj muslimoni qëndron gjithmonë larg zullumit. Zakonisht zullum ju bëhet atyre që janë të pafuqishëm. Femna edhe gruaja për nga natyra ashtu qysh Allahu e ka kriju, është lehtë me u bë zullumçar ndaj saj. Është lehtë me i hyp mbi qafë e me tregu forcën përballë një femrës dhe një gruas. Prandaj pejgamberi alayhiselam vllazën, e dini që me fen ton është ndaluar me i ran fytyr gruas. Është ndaluar, është haram me i ran fytyr gruas. Haram është. Nuk guxon me ndodh kur. Mos shqoni feja jon si ka sanksionu gjanat. Me rregullat e fesë tonë është haram me shajt gruan, Allah na rujt, kërkoj ndjes pe juve. Sa është kjo? Është një adet i keq i mbrapshtna. Paramendon një fëmijë i cili pej 3 vjeçve mësohet edhe rritet, baba ja shon nonën. Edhe ai normalisht kur martohet ai çashtu mësu, me shajt kur të martohet e shon gruan e vet ai. Sa është mësu këtë jetën, ai është formu personaliteti dhe karakteri i tij me ja shajt nonën baba. Edhe ati do këtë mirë çashtu duhet edhe ai kur të martohet me shajt gruan. Ndërsa feja thot nëse ja shon nonën dikujt, jo vetëm gruas, edhe njerit huj. Feja thot nëse ja shon nonën dikujt i ke mallku prindët tu. Sa herë ti edhe unë ja shojmë nonën dikujt, kujtoje e ke mallku nanën edhe babën tënd, Allah na rujt. A është muslimoni, a guxon muslimoni, a ja lejon vetit muslimoni me mallku nanën edhe babën e tij? Sa herë ja shon nanën dikujt, dije e ke mallku nanën edhe babën tënd, Allah na rujt ya Rabbi. Vllazët e mi të dashur, duhet të angazhohemi në familjet tona, të punojmë me fëmijët tonë, të edukojmë edhe djalin edhe vajzën,